Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi, kudo që ndodheni. Sot jemi në fshatin Krojmir, komuna Lipjanit. Jemi në fillim të fshatit, do të me pas pak kujdes për shkak se kemi me kalu rrugën kryesore. Ky pra është fillimi i fshatit Krojmir. Hajde po e komentojmë bashkë të shohim veçoritë që i ka fshati. Po ashtu, përshëndetje. Po ashtu do njoftohemi edhe me banorët e fshatit Krojmir, veçoritë, po dhe çka i mungon fshatit. Kjo mbetet me u pa për gjatë minutave në vazhdim, po m'pëlqen fillimisht trotuari, shefeni, sa e modhe po dal. Duket me pas një sipërfaqe bukur të madhe. Fillimisht po m'pëlqen struktura që e ka fshati, po duket me qenë një fshat të jetë i bukur. Nga largë që po e shoh, përveç kësaj shtëpi janë ashtu të shpërndara, po shpresoj që ka banor në për ato shtëpi që me pas me keme me bisedu. Për ndryshe, me fillim, fshati e ka një pastërti të dukshme. Ka as edhe një mbeturin nuk po munde me pa në fillim të fshatit. Nëse ka me pas ndryshime, ju lajmëroj, e dini këtë. Por që, po duket me qenë qetë, po m'pëlqen sot fshati, me të vërtit është kam pëlqen fshati Krojmir. Por se si janë banorët, nëse banorët nuk m'pëlqen, edhe fshati. Çka është ke pushimur, a? Infrastruktura është nivel, mos harrojmë me cek, për ndryshe fshati e ka pozitën gjeografike Kodrinë Romalore, ashtu po duket. Pra pa ondit, do ishin i pamjet gjithsesi, më pastaj, këtu pas kam punu diçka, lakra pas kanë bjell, që do të thot, po ma jep atë mendimin se këtu zhvillohet bujqësia. Gjithsesi ne do i pyesim banorët, nuk do lem gjepa i pyet, veç nëse i takojmë është fjala. Do marrëm shumë informacione për fshatin, sa është i banuar, sa është i braktisur, gjëna është me braktis, them drejtën se është një fshat shumë i mbarë, kështë në shikim të parë, por të shofëm brenda fshatit se a janë elementet bazike për jetis. Na falni se kemi një grip, nuk dojnë me mu qkap gripat, nona gripave janë. Inshallah po vjen pranvera ma shpejt, mëre. Pas kanë bjellë edhe misër, po si e keni lënë kështore, se nuk e keni hek me draper, a i thënë draper atina po. Allah e meqme jam, pa, kejtë sanë të i ditë. Andi u knaq të kesh me mu. Ja, s'po ma dënë diçka mes trotuar, se kur po mësuna në disa fshatra që s'po ka trotuar, tash nuk po ma dë mirë, se po mësuna kështë të hitë. Shefeni poziten që e ka fshati, ka bukur sipërfaqe të mëdhaja me ara, fusha, por po duken me qenë ashtë djerina ju të shfrytzume. Ndoshta ka prej atyre që e kanë braktis fshatin edhe tokës ja kanë qilcin, e kanë lënë ashtë. Këtë ari me siguri shkon shumë, po mendoj, po supozoj. Me që është në komunën e Lipjanit, Lipjanit gjitha fshatrat i ka të zhvillume. Hajde po e bëjmë një shkeputi se nuk kem çka me komentu më shumë, edhe po hymë në mes të fshatit, po shohëm mos ka ndaj atmosferë, edhe bereqet sa ma shumë.
Çfarë rregulle pas ka fshati ju lum, pas tërti gjithandej me të knoq syri. U knaqem këtë fshat sot, të e shiju ajrin e pastër, ofer bjeshk, jes përshë bjeshk, pak do largi paskan, por si do qoftë, ajri është shumë i pastër, edhe gjithçka po m'pëlqen, deri me tash. U burri me pajisje të bujqësisë, traktori, qend, komboja, këtu krejt që ka shkojnë rend me rend. Shefeni në gjdo barë, ka pastërti rregull. Oj, zotë i shpis, pula po shë shumë. Tash e ka fillu pak koha me unëzi. Pulat fillojnë me dalë në barë, edhe nëse ato pulat, me një herë jaknën me hekë, se po vish pak në zepë. Se bajat në u kam bo. Sa e bukur kjo pjesa on the focus, shumë e bukur, shumë interesante, mes dy bjeshkëve kështu, shtepit po duke në mes. Hajde bre ka po bojmë bajram na sot. U lejem të po një qenë që atë me vesh, a një thojnë s'tan qeni që shë në këtan. Po më runë zoti gjdo ditë, se problem valla në përfshatë rëmbojnë shumë qenë. Po më duket që ma shumë qenë kanë fillu në qytet me dalë, ma shumë kanë qytet besa besë, se në përfshatra. Hajde po e komentojmë që përshë qëtë, rjedhja e ujtë, por që nuk pas ka dhe aqë uj, thotë që ka shumë pak. E pas ka një, si gjës ure, si qysh mi thonë, s'po di si me qujtë, me gure pas kanë regullu. Edhe pse ura është kështë, e kam parasysh, po lëmbë, s'po di. Nejse, edhe kjo pjesa po m'pëlqen shumë, gjelbrimi pas ka fillu, shefeni me të knatë syri. Në pranverë, kome u mundu me shku në fshatra që janë më malore, edhe me i po bukurit që i kanë trojet shqiptare, gjithandej Kosovës. E shifni, asë edhe një banor nuk e kam taku deri me tani, përveç fëmijëve që dikush shkojke, dikush u kthejke nga shkolla. Inshallah se kem problem sot. Se ma ndejmë besëm pa informacione sa i përket këtij fshati, por një gjë e di se fshati është me sipërfaqe shumë të madhe, pa pse nuk ndalet çuni ore 2 minuta. Ja, ishte në orar punës, me pajisje, me këta kejt punëtor vlla, me kombi, me kamiona. Shefe tjetri, kujdes ondi, kujdes. Edhe që të rëdzavsh, zdi që ka me thonë tjetër, kejtë rafsh e ki. Kejtë rafsh e ki. Unë zdi vla, kejtë po ankuan që ka i ondi që për rëdzot. Që ka mi bo në ondit? Së është rafsha? Sa shtepit e bukura prapa ondit, se ondit nuk po ishe, a u këthy i meqëm, ka njësë më bëk i djollë. Përveç kësaj një pjesë e tokës është e punuar, e kanë lavru, diçka kanë me mbjell këtu, ose ndoshta dhe kanë mbjell, nuk e di, është heret një herë, heret. Po, ta shumë pranverë kësmet. Aje pjesa po m'pëlqen shumë, nga largë që po e shë, gjithsesi unë e ko me shku, qa bondi? Qa bo kokot? Largë. Po ki me orë largë nga te ki me orë skiqore. Ndaq. U afrohem tek objekti i shkollës, në zonë ca disa që në ka në obarë. Prapa shkollës është edhe xhamia. Objektit janë të bukura. Shkolla po duket me qenë objekti vjetër, jo i ri. Nga tjegullat që i ka, këtë e shikojën qeremidet. U burrin e paska pastër, përveç kësaj e paska në dhe fushen, shumë e bukur. A e qesëm një luj? Masi veç nuk po takojnë banor, bilim të qes një luj. E këtë po ndëgjot pak rjedhja e ujtë, po ushtën. Jo s'pas ka heq. Po, kanalizimi që ka. E pas kanë edhe marketin, gjagji. Në çdo shkollë kështu dhe kur kemi qenë të vogël e kemi pas nga një market edhe çdo herë kemi thirr gjagji. Gjagji në verë, jo se di emrin.
pas kanë edhe këndin e lodrave këtu në obor të shkollës. Nuk është që janë të reja, të vjetra, po duken, por gjithsesi i kanë. Edhe kanë ku me kalu pakës kohën pushimin e gjatë. Shtria Çlirimtare e Kosovës. Veç të lexoj nga larg, s'po hy hiç. Juftuan trimërisht për lirin e Adheut, që kanë 4 dëshmor, nuk e dija janë nga ky fshat apo dhe të rrethit. Gjithsesi lavdi gjithë dëshmorëve që dhanë jetën për liri. Ne po vazhdojmë kështu drejt, jam të e pa një banor, po shpresoj që ka me undal, se mbete me shpresa. Por, para se me u afu tek banori, mbetet me e komentu objektin e xhamis, përveç kësaj e pas ka dhe Shqiponjen, Kryemiri gjithandej me simbolet të Shqiponjes, oborrin e pas ka të shtruar në kubza, shumë bukur, pas tërti një pushimore, përveç kësaj për bolle ka edhe oden. Çka nuk po m'pëlqen, shtyllat elektrike të vjetra, disa ka prej atyre dhe që janë të reja. E rëndësishme është që fshati është shumë i bukur, është fshat zotni. Njerëzit nuk e di si janë, por që fshati është tamam fshat zotni, që kush dën me tord, shlir vjen. Shumë i bukur. Në qendër të fshatit, me që banor nuk po takoj, e dini sistemin tem, po provojmë, ma kërë zbot, pak shaka. Qysh mja po... Së ndëgjohet kështë. Pullat që të po ndëgjohen, o sa të bukura, qyra kona i qenë, oj zoti shpis! Andi kapi që të pulla. Që i dikosh po ndëgjohet. Oj zoti shpis! Si hajnë, kur po e shikaj emisionin, kështë të bone. A mo bëjt se tut na mos po më del na i qenë. Përshëndetje shpia modhe! A dëni mësafir, jemi me kamirë? A mundem? Hajde ondi. Faleminderit shumë. Përshëndetje, si je Drontina? O, më vjen mirë, më ka dalë një qoniri. Se më boj mend kur kum bisedu me rini. Qysh je me shëndet? Minje faleminderit. Familjen? Minje faleminderit. Qysh po kaloni? Valloj minje për bes, minje. Jo? Që e mirë dhe na? Po kalon ja. Jo, mërë na s'dim çka është lodhja. Na vesh më knoq. Me njerëz të mirë, fshatra të mira. Çfarë do të cilë kënaqësh është s'ka më mirë se më kënaq. E vërtet, ashtu po mundohemi. Me që jeni moshë shumë i ri, pyetja e parë shkon kështë. Çka të ka ndaluar në Kosovë, në fshatin Krymer, që nuk e ke braktis fshatin? Valloj, s'e kanë braktis fshatin, se fshati ju një ka gjithat minjat i ka. Unë fshati buku edhe s'na mungon. Oj, zoti shpis! S'na mungon fshat ku gjon. A dëni mësafir? Që qëta shvim, pritëm. Edhe në fshat s'na mungon ku gjon, i kina tanat i kina. Besa, si kina sanet lajk. Shati për ndryshe shumë i bukur, me atë carita one me kop, me po, se jemi ende si në fillim, pakës kemi gjiru. Ka ndonjë ndërtim, ndonjë investim që e ka fshati, apo ka diçka që i mungon? Po që, s'ka fshat, për shama që si mungon diçka, për dhe, pa marrë pa asysh, po si fshat ka bon, pak për shama më zhvillu diçka, për shama në i fabrika, diçka më qelë të të ne, po... Me që e ka pozitin shumë të mirë. Po, faktikisht i be tashti që sot do pak janë qitë do e stajon, për nështë se di sa i një kon... Jo, si mi kon ende? Ende qëto në gëj kon, një për shembull një është që në alt, apo del. Po pa marr pa asysh, pa kalu e sopi edhe ka pa vin pisjoshi se e kena edhe një kërën aty vin marrin ujë shpesh. Krymer, ju ujin e keni. Ja po. Do të me i mbush bidonat, a bën? A më jepni ujë? Po. Ja u paguaj vallaj. S'kon ujë më pagu se na i ka thonë zoti dhe ajo. Sa mirë, po e thu falemderit ati për ndirë. Tash, vetëm edhe një pyetje, sa është braktis fshati? Vallohi, më braktis, a braktis edhe nuk ka braktis, a bëdi. Se dhe me honë që si kina edhe senat, pa shemë shumë lagë, se tash pa marrë pa jasysh, së tash me shkutin shtimi me kina 15 km, lip javni 26, a bëdi. Po si fshat sa braktis shumë, po me qenë se shumë tash pa dolin, a bëdi. Po si fshat nasi na braktis, shumë i saj, i jena kësaj. Me braktis mëre gjithë këtë fshat sa i bukur. Jo la fshati i bukur, po që kalon brisa. Ai pa mund pa asysh te ke bab gjyshi si ton je minja te ke po den
edhe fshatin s'ka nevojë me lënë se neve Që shëthë më dhune? pse me lënë fshatin, se fshatin e kena për shembull të mirë çdo fshat që janë për shembull në Kosovë o i bukur, se pa marrë parasysh çdo senet i kena s'na mungon kur gjë. Shumë mirë, mu po më bëhet shumë qefe që i ndëgjoj këto fjalë nga njëri, e përmend edhe gjyshin, as gjallë. Gjallë, po. Që Zotin kisha pas dëshirë veç me përshëndet, nëse nuk ju pengon, Ja, nëse se keni problem. Hiç kur gjë s'ta pengon, dia në çelë ki sa Faleminderit. kur vjet dia në çelë ki, pa marrë parasysh se jena këtë jena shqiptarë, një gjak një këmbë kena. Rrofshin njerëz sikur se ju, familjet sikur se ju. Kaq ditë. Amin inshallah ton kush ka që familja e mirë na gjet. Amin. Apo shkojmë të shohim gjyshin? Vazhdojmë. Të kisha thonë me qitë dera, po po më vjen keq. Se sa vjet i ka? I ka vëlloj 95-6 i ka vëlloj. Mashallah, ja s'bën me mundu hiç. Faleminderit shumë. Veç ta përshëndetëm, andi. Vazhdojmë. Faleminderit shumë. A doni mysafir? Ju, Pse? po shka po mbyll musafir. Po zotin, ja, ju i keni prit gjithë njerëzit. Po i kena pritë njerëzit kur jo la kohë të fuart. Po dhe ata është i ki djemt, rijat. Jem, Nipa mesa e pas ke mbu shpin plot. Shëqër zotit. se të bo, Qysh jem e shnit? Allah e kur qysh. Se, qa po ankon? Allah me në kom, ta më lau me në sët, ta më lau të në unë, të në të mirat po kanë digë. Jo, kështë po dukesh i fort, zotni, po të re kanë gati, po të këqyrë kanë mirë. Allah e braqot vërës. Kush po kujdeset mas shumë ti për ty? A, Kush po kujdeset mas shumë ti? ma shumë ti pa kujdese që veja leta. Kush është Violeta? Nusja? Reja? Jo, Ha? Apo? Ashtë Reja? Halal i kuf. edhe qika që ndresa, po thonë vëlla janë interesum, unë jëmë pështetë të këta, se i kam edhe 300. Po tash, me njonin duhet. Bili kjo është mundi, thasha mu ke ly, tha veç mu, thash hej, thash të kum ly veç ty, thash, ham ki bes, ham ki din, ham iman. Thash, unë ata i kum pravu, nuk ka bes. Thët, ta miratën, edhe tani mas mromi, sa ka thënë. Ja, të na s'ka kështë. Ja. Të na s'ka kështë, po kishe pak më shogor, a? Ha? Hajde tash po du me të pytu në për fshatin. Ha? Për fshatin. Qysh e mbon mend fshatin Krojmir edhe qysh është sot? A ka ndryshu shumë? Me të mua. Qka me të modhe? Të është që t'ja stek që të përfull. Ka Më rabo? Hej, Ka një gotuj. ka ndryshu shumë. Atëhere, a konën qeson. Po, qaj rusin e se ki po. Bo, ka një qaj rusi që të... A e pin qajnë e rusit? A zëtin arrujtë. Jua. E sa ka thëj. Për një me, bashkë po të pishëm ka një, që tash kjo smet. Hajde, vazhdojmë. Ha, Për fshatin këtë më tregu. për fshotin në, Po, për fshotin në po të kalëzëj. Do pleq i ruishin dhiti kanë pos ka 70 vjetë. E i theshin mi gjazenel. Shka është? Që kjo... politika? Politika. Ja mre hitë s'po ima nej. Ja, se s'mune mi dalë në fund kur. O, më mirë se shka se i këru i dhitë se të ti hauki se politika unë po shemi ranëve. Po dhe dhe ne po thëmë, s'po ima nej heq. Ha? S'po ima nej heq. Qa ka ndryshu fshati, sot edhe dikur. Kër i një konë një i ri, a i një lindëm edhe i rritëm këtë fshat? A po. Që tu ju mle, që tu ju mplo, që tu do me dhek. Sa vjet i bone? Mund dhe se gjosh. Mashallah, apo ma e precetën se unë kom qef me jetu gjatë, vëlla. Ha? Unë e kom qef kur mos me vdik. Ha? Unë kom qef. S'ka tërë që ma qënë mollën si të bëbë gjyshit tem. Hej, kur të vjen ajda kiki, Po. nuk të vejet. Po ato të namaz po më vjen heret se fort kom qef me jetu.
Prej me anë. Po, valloj, kur nuk lodhna, as nuk mbo tjeta bajatas, më bo nervëz, me tha më ka orë shpirti. Heq, Në atëhere, a konën vakti ngumsht. po, kushtet që në këtë mira? Kushtet nuk e në kontë mira, ju më shku gjithë ditën e lume, në Ramazan, e kum prashit për një kapoq kalamac. Po, e sët jenë tanat mirat, kreti ka prunë për e njët, mirat tanat. A e ke mendu që ka me orë na i herë kjo ditë, me i pos gjitha këtë të mira? Ju, Me pas mendu kështë thonë jo, me zbot këtë. ju më kështë në thonë rrëdo. E qka nuk të pelqen këtë kohë për shambull? A, Qka nuk të pelqen? qërë tanat pëlqenë, edhe tanat mirat i kanë populli i Kosovës, veç në krye nuk janë mirë. Ja. Nashta virusi pak na kalo me pasuje. Jo, Allah virusi, jo, po menën e muhe, e menja muhe, e zeza kresë. Po, valloj. A zoti si dë me ndjem dhejt? Ja. A ko këna unë e me në modhe? A? A ko këna unë e me në modhe? Une? Ha. A ko këna me në modhe? Ja. Po, që plej vesht pa? Ti se nuk po një bashkë. Une, apo do këna me në modhe? Jo. Jo, pra. Allahu, jo. Jo, ata menëm lajtë unë e gjohë me njëherë. Po, vallohen. O, asun e hitë si du, vallohen. Asha Keq. dhe vëtën. Ata përzi qojnë, a pipim qojat? Ha? I tina ma. E limon a i qeta si qet? Ja, nuk e qes limon. E, shumë i se pja prishien. A? Pja prishien. Mise mi, po i pim qojat e nëzit, pastaj kalojmë tek djoli i ogjës. Qëndroni me neve. Ogjë, zoti ju dhosh bere qet, inshallah qet një për të mirë gjithmonë. E mira gjithë. Amin inshallah gjithve. Po kalej pak të djoli. Ani. Ama bën halal. Halal të kjo. Qish po kalon në fshatin Krojmer? Fshatin Krojmer mirë. Qa ka fshatin e veçuri përveç ujt? Mune me full për këtë, tanat mirë i ka. Po, veç aj që s'dën me nej këto, ka shumë që e ndalë për këto ujt. Emri i kam bit, Emri- në bazë të ujt që e keni e kronin atje? Po, Krojmer. 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 Uj keni me Krojmer bërë. e si kanë thonë se shumica nuk e di në alo shamal dë së bëje, po dë ma herë në kam. Krojmer e si kanë thonë, mi thonë Krojmer shumica të nuk e dishin. Po në atë kuën ma herë, Krojmer i kanë thonë. Uj po besoj keni me bullek, ha? Po. A furnizoni nga kroni se më tregu që Po e një keni zëni për pije shkoj marëm, atë kru nuk e ka nashtin në ngy, po aj krua me dish për ka thënë kur dërë me shku me marë, këtë uja të oderë, po këna lasë për punë të vadës, ne kemi dhe orat e kemi në vadë. E uj kështu atë cilësot me naj veçuri, me naj veti shëruse, apo uj i thjeshtë, si gjdo? Kemi ujë që është ma shumë ma trecë për lëks. Ma shumë se që me hangë, me pi shpesh se ujë, ma shpejt të rëku mu janë, pi që hangë është ta ma shpesh, po. A ka për shembull prej atyre që vinë nga vendet e ndryshme ose fshatrat e tjera për rreth Lipjanit që vinë me marr ujë? Ka vinë e peperizojt, kom papi ka qanikit që marë të marë ujë, kom vetë, bashkë që kom pytë, në shamëll, atë ka qanikit jena kanë anin që se gjështu e në në vasë, ta që pa vinë me telefona, me së në pijgjani senet, dhe ka që vinë. Venin, për ven ju në është, mu më pilqen, dikuj nësë se pilqen, po dikosh asë ven, shumicën e kemi shtunë në asfalt, e kemi 2 kilometra gjysë janë të shumë me asfalt, që më lidhë me javërë, thirët një katën atje për me dalë në komuna Soharike, sa shta japë e pjesën e, na? Që kanë më marrë më shtu, dhe më... A jete se po bohet, qka punoni, qka bëni, bujqin, sa e punoni? Bujësi janë tjeri dikon. Nuk kanë bujësi që shë punon për para. I pashon e disa toka, të lavrume, dhe thash këtu me sigurim. To punon janë, po shishën... Jo si dikur. Jo si dikur. Me ata që janë dashë, më të piktu, shumicë janë... Që si punë? Shumicë janë që punën, po janë një pakisë që janë me që ashtë... Ka për shembull familje që mbojnë me pjesën e tokave që mbohen? Po. Po, kemë shumë një katonora i punën
keq të tu, ka mjetët e tu, e tukës, edhe ne apo matina, unë s'kam mjetës, ama dhe apatia punan, Ama shumë, ose paguj me leksh, me pore paguj, e thamë, paguj e marrë. ama shumë ka banor brenda fshatit që jenë të jetu, apo që e kanë braktisë fshatin? Ja, ma shumë ka që janë të banu këto, po që me thoni, një e treta, Po, më duket veç a shumë, dalë. disa kanë dalë Lipjane, Ma shumë e kemë Lipjanën. nuk e kanë shoku Se na Lipjanën e kemë, edhe komune ju në ashtë, ma shumë jenë kanë Lipjanë. Se kemë farizohen, me kilometra kemë si të njejta, si e nejtë si këne me shku, po qatë komune kemë edhe ma shumë Lipjanën dalë. me banorët njihni me gjithë këtë, njihni me zveti. Raportet si janë? Për momentin mija kemë, s'kemë konfliktin, për momentin s'kemë konfliktin me kërkon. Për çka njihen familjet e këtij fshati? A janë si familja juaj? Kështë? Mikprica? Wallahi, Avaret? varet në njëmon me konë shumica janë. S'mund me konë të njajtë, e kuptës. Janë njerëzit janë shumë mikprica. Unë Unë- personalisht ku do që shkoj ma hopin diren. Wallahi, na për që tu, famë këndërë në ndërkush avarë, kur ju sanë si kemi thamë. Me aty mundësi që kemi pas, kemi pa ka pas kushet liga, ka pas sanë, po tash vinë pak më të mija, ma sanë Edhe ju të lumt, ndryshojnë gjithë. po du pak diçka me ju thonë ju lumt për djalin që e kishit rrit. Kulturë edhe çfarë pritje na bani, më ka çudit. Ju më befasu. Wallahi, ta kam shofer e autobus ama. I dytë janë kë. I treti edhe i vogli janë të punu në Malzi. Me rëndësi punojnë, Të shëqër. punu janë të punu, ma shkurt janë të punu, por i dore, për sa të besëm për zotit mirë. Djali më habiti si me i pas 80 vjetë. Shumë lavdata kam edhe në autobus, kër hypi, në bos tina shumë njerëz më respektojnë. Shumë grasha më që shkujnë në për puna, nuk i lenë në përshije, diçka ka mundësimin i mu nuk e lenë. S'ka ka haru qadën, dikon se kuj gjangë në i gjetshma, për çdo kënë gjithë, merë s'tan ku të thrinë në autobus me javështë. Vjen mirë që në disa prej gjeneratave të reja po përcillet kjo trashëgimia e gjyshit e babes se për atë dhe njihem si jemi shqiptar. Ja, qërët arna unë kam plakin 95 vjetë, mund me pas ma shumë, nështë mund me pas, për të sakta që Që të shumë pa. këqirë. Edhe, unë jam i knasha ma se ku ta shat aty, unë me shku dikon, jam pak ma i lirë. E dy në konë po e Se lenë. mu më rëkin shumë senë, se unë shkejna për gjithë senë, se jam tash i mirë të shpija, këtë senë shka do të më thirë, zotë më kem dekën e dekë, të kem hakë. Dalim punë. Po, ato i kryj vetë, po kërë di që kam ajton shpij, pak ma i lirë, ma mirë, gjithë senë. Martesat, Prind janë si prind. po, normalisht. Martesat, a bohen brenda fshatit, a martoni me zveti? A jeni një gjak, apo Jem që me hanë një pjesë jem. a s'ka të ardhën, jenë krejt venali? Veni tjetër ka të fshati për dështi, se ta martuën disa në veti, se janë dëtarën aty, ata po, fshati ju një ju. Po, na me këta shata dërë për ma në atë ku, do më ma herës që na martu, tash ka njës më martu. Rinia s'po E kanë njohin. pas një kumari me në veti, që me thonë, se Shoqëni, po. kanë pas në veti që s'kënë martu, tash po, ja kanë fillu. Ju ma shtu të teknina, po. Qa këshit pas dëshirë me ndryshu brenda fshatit, ose diçka që e shinit nevojshme, se duhet me pas me patjetër fshati. Shati nevojshme me këtë pajitit, vesh Në fabrikë. në fabrik. Me u punësu ma shumë. Me pas gjithka një punësim, me more një sa me shku ma larkë, pëse me shku. Uj jashtë, ka mundësi më bon gjithë sen. Gjithë sen mu, jenë rregullu shumë sene, ka mundësi halë më bon. Ka nevojshë një balancë se kem, ka nevojshë se kem në shalë në shkujna. Që kë Nuk e keni qendrën e mjekësisë familjare? Nuk e kem qendrën këtu, këtu se kem. Por që a ju bje largë në një fshat tjetër, është Po largë? që të janë 2 kilometra i ka me shku. Ku kesh ta shqesju atë gjë, gjësju, që të janë, që Gjamin e patët, gjëmi, shkolla shkullën... ashtë, të në shkolla mesme, e fillu, ja. Edhe tani dhejtën e një, du të më shkuja një pjanë, janë Shkolla mesme. po shkolla mesme të tjepë. Unë ju falenderoj për kohën, edhe për këtu informacione që na japet për fshatin. Ishte shumë kënaqësi me qenë në mesin e familjes tuaj. Faleminderit shumë na bëni halal nëse ju kemi penguar së shqetësu. Asë një sen, ato nejtë kem,
Musafir bili pasëm që më në pa vjetë dikush në këtë dikush, po në musafir shatë kena po që, sa ta që një zemë zëtë jep, ty më shile e s'ka u më të vanë, s'di ke më shile, s'ku në ta fshile t'jenë të si ka henë. Edhe aty ku ka musafir, aty ka dhe bereqet. Valojnë e ku musafir, pi mas luftës, jam tonë, ne kam plaukin, vinë për plaukin shamëll, po ty be ta që mësu me ta, se kam dertë. Ashtë të drejkëm pas kusët pak ma të liga, i mu shtu pak se s'ku mujtë me blëtsu. Po qa ke pas për vit? Që pone mi bon, po s'ku mujtë. Mundësit janë të tërsan, me dash në këtë tjetër. Inshallah zoti ja u jep gjitha të mirat, na po ecëm ka dole, faleminderit shumë për juve. Po shkaj! A po gëzohet të vitja po. A po gëzohesh që po shkaj? A? Ju. Kur erdha më thes du musafir? A përshë se të pëlqeva? Hajko ora bona. Hajde të përqopi njerë. Faleminderit shumë. Me njerë kërësi. Inshallah shihemi për të mirë. Allah është për bletë me të mira. Amin, krejtve inshallah. Amen. Verës po thu se është mirë. Po, shumë mirë është të verës. është ku e mirë e flashme, ku boqë. Po, këto a ki shup, apo më duket? Tu kena jetu. Ma herë, ku kom pas fëmijë të vogël, që tu kena neje, dej sa i kena rrit, dej sa o banën, ja njësë që sa i shpijës, djemë, burri e maraj me djemë, edhe tash që tu kom higë, vëlla. Po, se normalisht Tash e këto verës e e shfrytëzon shup, shfrytëzoj, bën e buka. bojnë bukën, bëhat, edhe kjo e mirë. Që tu keni ka banjën, ka koridorin, 2 dhoma. Tanat mirë. Tanat mirat, elhamdulillah, këto jom knaq. Kur s'ko menu, më thonë, ta kam një shtëpi. Pasha qitë Allah. Jo lumt. Po Zoti e ka prunë. Ka këso nona shqiptare ende kanë mbitë shumë. Si jo. Po, Me që ata qka e ki knoqesh. po i vallohi po. Edhe këtu i ki kujtimet Jom ma të knaq, mira. fëmijët e vogël, lusha me ta, kë burri po ne ke që atën për zren. Hajtë këshe me na mojt, me prunë mi mojt fëmijët e vetë. Tani jom knaq. Po, sabri e ka Kur s'kom selametin. tha, o ta kam bërë një shpi keq, jam më nervozoha, misht një vetit ciklet, pëseja. Jom knaq. Jo lumt. E ke pas atë vëmendjen me i rrit fëmin sa ma mirë. ma mirë. Nuk të ka interesu shumë Edhe shtëpia. kësëm ka la me heke, që ka mojt fëmin qatë farë, sëm ka në hekë fëmija për kur gjanë. Rëndësi, Elhamdulillah. ushqim vesh mbothjes s'kan mungu. Qa e më rëndësi? Ja. Tash e mira s'ka fund. Po, ka dal Sa ka dalë. na zoti? Shqyqër fini kishit për mashallah. Ta sho banën. O bën, inshallah ma shpejt po boh një gjësh. Penzani na i nuse. Dhe i ka gjatë 27 vjetë për s'pa dërë. Tani i ri është. Të urrit. Unë ju dëshiroj krejt mirat, ishte shumë knatësi. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Edhe ti, inshallah shihëm prapë. Miru pofshim për të mirë. Inshallah. Që kaloj verës në erë këtë, dalja nuk u kryt në i puljes. Pa kafe, mësë që vish që kënejna ullës me hipat, e di tonë, që zvjen me pi naj kafe, a Mi dishka, dhuhesh. a naj sila. Faleminderit shumë për juve. Inshallah jemi shnosh, edhe kam qef me ju taku për bis. Familjet si ju më besin mu në kujtime, edhe nuk i harroj. Mirë se vini, kur të vini, unë jam e knasë. Faleminderit, shumë Su kam e faleminderit. marrë mu, tani ja kam, Itali Që e edhe një e kam. bon e dy. Apo i mrena se mos pa Jo ngartë. ty be, hajë se te që ati do më je për tjerë. Me se mine po shkeputemi, vetëm të përshëndetemi, edhe kalojmë në pjesën tjetër. Qëndroni. E kam praktis fshatin heq. Ja, shotit jo, por ka pos luft. E na donë malë. Po, E këna najtë se të ja kryq lufta. Në të sene. E po dojë, me hungë s'këna hungë kur gjonë. S'këna pi kur gjonë. Sane, a në kënej e ti me më thu të jena tu, se më shrajtën, u ka dhe direkt. A sene, po. Edhe,
E sot, a ka banor shumë fshat? Vallohi, janë 100 banor janë shatë. E kejtë janë ndonë, për pajzazhiva në kaposët, edhe për neve sene janë 100 vjetë janë ku, po tash janë shliruan, faleminderit për Amerikanit, në ka shliruan a ashtu, edhe në ka pështu se në kishin prej shkit kejtë, i shku gjokës në kasafonë. Qysh po kalonin në fshat ashtë? Tash i shatë mirë po kaloj me sene, po... Qa po punoni, qa po bëni? Valoj, kur gjohë tash i vesh pa rrim, po këtu jena prishin kryve. Pse? Po, tash ti këtë të kurashia me dy gishta. Po? Si është, mas lufte, i më shkuen të dojtë, me thunë, a janë gjonas janë. E këmë të thirë Gjermonin. A orë Gjermonin theke, unë jam bajnë a qështu, Gjermonin. A i theke që i dy gishta, në sjera kur shkëllun. Unë im kun malë, me gjonë, gjenteger, të frikës. Jo më qysh gjenteger. Po valoj, se s'këra ditë, se në këna kohë se në shkollë. Ati shkisi në këna lo, më shkollu. Ata ishin pas kohë dishëm, e na ishëm kohë bodo. E ta qa po punoni në fshat, apo bëni na i se na vesh po rreni? E valoj, se është i vesh pa rrimu, se është i s'pakim. Apo merë penzion? Po, pa marë penzion, pa marë, asini po, urse së opisi, po marë janë 150. Po, dhe pak, hesapi pak. Pa pak, për shumë bo. Po, a të ka met na i mëshator këtë na i shok? E ku posh një vlo, që dhere pa ka dhe, e ku posh një vlo, kër e ku posh lavin, a besena jë, a ordën, gjura ka posa. Ku shko ka shtrino, sane, e ma kanë morë lavin një herë në pytje. Kër e kanë morë zyti herë, kër e kanë morë, e ja ka shlit e gërboshin, ja ka shlit në guj. E kanë rej shpinën, shpina a buën, gjake kështë posë. Edhe kër e ka posë gjake, shpinën a besedaj, tani më desë lave. E tash me kam po jeton? Tash i me ganin, që ati me zëjnën, dy, e në mitë, pasë e në kumë një shkoj. Ata, familja i ka thunë, shkoj se, usë hasifi, atje, me gjohë. Glua ki? Glua ki? Jo, s'ka më dhe grua hisë, më kanë mashtu djetë hisë. I pa martu ma? Jo, si me se më kanë mashtu hisë. Hajtë se ma mirë. Po ma me një bëjë, Allah hine se kërë sa pa krytë për ratë, pa sa zëvë. Krytë për rrëdhë. Pa sa zëvëti, që një kam një do që ati, e ka dhe telefona. Laga. E ti a ki telefon? Unë kam telefon, kur se bojnë me vejtë. Se? Pa sa zëvëti, ata që ati rrenë hi e shkrujtë. Po, një unë i tjerë, qështë, E ty apo thirë në i kush? Valoj, po më thirë një, pati kam 4 një, po. E ku posën, dhe me ka posë amnin, dhe mine, jo vishëm mashëm, e shkajtë atjen për zërën. Ku shkajtë për zërën atje, në kanë jo vditë, më bashkën më habet, më presin mirë, atë qyshë. Shumë mirë. Shumë Ku i mirë. ke shpinë? Që, shpija që tu, që qaj. E pas këtë fshatin shumë të bukur. Po, thashti shumë burë gëtine. E thashti, po, s'pëna vyjë që e shka, na shqiptorë marë, që kemë krytë. Se na për, ati për shka, se ke këmë në nësia, as me dhe që nonën, as bobën, as lavin, as motrën, as kërkohin. Vesh, a jam më në pupur. A në kënesë janë mos për to. A kam grunë po. Ja, nuk ka qështë. Pas ka po nervoz dikush. Jo, që unë në rejka. Se ka fushë, se s'më t'i shësit. Që... Jo krejtë, se ma i keqë kështë, që të pak, në te qëtë. Që më tje. Unë për ka dhe më dërejt, unë më rajtë i më së rajtë. E thashti, asë nuk ma shkëm të kajshia, asë pa vi, dhe dikush. A në këne... Po tash në për puna. Në për puna, po që e shka. Dunë me të jesë vlavën e se vlavë. Inshallah ju rritën pensionet. Inshallah, edhe faleminderit. Faleminderit edhe për E juve. zëvëti të rruzë, për ka djerë keqë, e zëvëti të ashtë mësë vovë, e zëvëti... Amin. E zëvëti të rruzë gjemë bashë... Po e kam një djollë. Amin inshallah gjithve. Faleminderit. Juve inshallah, faleminderit juve. Faleminderit. Kalofshit mirë. Me të mira. Faleminderit shumë. Para se me përshëndet këtë banorin, po du me përshëndet familjen e mrekullueshme, cilë të na e hapen dyrë të shtepis Konakon.
Ishin një familje shumë e mrekullueshme, kanë më mbet në mendjen time. Tash po kthejmë po e komentojmë fshatin. Tash jam të e po një rrjedhje tujt. Pak s'po m'pëlqen kom Beturina, por jo shumë tamam. Tamam Beturina. Çka po m'pëlqen, kjo shtëpia e vjetër që ka mbet kështu mune mes të fshatit, po ja jap një ngjyrë disi fshatit me këto shtëpitë e vjetra. Kur se kisha rëdzu. Se shumë e lezetshme po duket edhe përkundër faktit se është e vjetë. Në onën tjetri pas ka vendos dyert e plastikes. Sa interesante. Prapa, krejt e qalamet lëm, para me dyert plastikes. Interesante, me bom si monument. Shumë mirë. Jem të i po edhe një 2 shok tjerë, pas ka dalë të shokt. Hajde dhe këta po i pytëm pak, po i përshëndetëm. Qenë kanë bërë 3 shok. Përshëndetje! Si jeni? A dëni mësafer? Faleminderit shumë. Indërum, si je Dorontina? Me hetëgja. Më vjen mirë. Si je? A je mirë? Ju jeni mirë. Qysh po kaloni? Cili jeni ma i mu shumë? Qaj. Ani po kaloj knej, se matë më shumin do të me respektu. Ua nuk di më rajtë për shumë. Ua ma kroqen? Po sta marrë ta kthej. Jo, mere ti kryet. A je si je? Am pas ka je? E dhoni këm po këtë gjithë vjetë? Jo, që që si ke pun? I sholla pa ma shumë. Amin, inshallah, bona më shator me juve. Qysh më kaloni? Mirë. Qysh është jeta në fshatin Krojmir? Allahi mirë, me pas me hongër, me pas fore mirë. Me pas bukë të nxehta. Apo gatuni? Me po goqë. Ja, për a vjetë të shpija për a vinë, s'pa gatujmë. Pse? I kemë hazër bre, po pëse mu luë me Ja valla me gatujmë. bukë të gatume s'ka. A ma s'ka, po është puna që pa prejtujmë. Qa po thëtë Pa prejtujmë. Non, e gratë ka i kine, e një të martu? Veç për reklam? A për që të mi televizor, pili? Po dolin vetë. Që qiftja jeme? Hajtë pjuhin mes që të. I kom po të vjetë dhe ne, me nëzi për livriti. Gratë po dolin në për televizor që qiftja jeme, mishë televizorën. Besa pusët, shokën erë një mision. Misionin e kitë mirë. Po, unë e kjeqe. Po, e mirë, misionin e mirë, ashtë. Ti e mirë, sholla. E plumë të Në goja. foti mirë. Amin. Sa Edhe- njerës të mirë. Po. Edhe tu si për fshat kraj mirët, shoti është në rregull, po dashnia e njerëzve është a largu shumë. E qka me ndonë, pësë është largu dashnia kështë mes njëri tjetëri? A largu në pisi karnor që ta hërë telefonet e televizivuret. Telefonet, as ko sëmi, as ko gru, as ko bur, as ko plak, edhe plest, janë rrosë telefon. Unë që ato, veç me një gru, aja del në të të rënon, unë në ki të të Ta rënon. këthen shpinën, a? Po, more. Vjeni musafir, në vend që i këzëu, nësëjerë musafir me nëroni më abet, a i fak e nëzër edhe në telefon. E për çka je ardh? S'pa kalëzën veç a orë me këqyrë telefonin. Ju ka gërti telefonin shpit vetë. Me provu rjetin pak të ti. Po, ja. A, si fshat, mund me jetu shumë Tash po mirë. du më ta bodhe një pyetje për telefona. Nëse ish largu teknologjia dhe pëse s'ka shansë heq, aje çdo ditë po avancon, a mendon që ish kthy dashnia që kemi pas dikur? Jam i bindën, bili, sonte janë do programa automatik. Janë të nevoj shumë në ullë. Sonte janë Me njësë. që dhe ju matë më shumë, jeni infektuar telefona. Unë e prenuva, se s'pa kam me kom me full. Po dosht me hop Facebook-un edhe ti, dosht e pa dosht. Sëminja i 4 vjetë, që tash i po 4 vjetë, i thash se thash rebe bje ku bashkani një shpijës tjetër, nësa të vjetë e në rrën. Tha bashkajt e në unë në imit. Se ka po atë plokin me një grua të, ku pashkon ti të në unë në imit jam të shkuaj plokin. E ka po, a i sëmija e 4 vjetë, pashkajt e në unë në imit. Edhe sëminjen, e janë dhe misione, sonë të me posë mundësione, po nësë kam kur gjënë duve që të kërëllë që të. Edhe që to po më duket po ta marrën e. Në një merë valloj. 2 po t'i bëj. Ja, ti këton, ki va kur e merë i sholla se merë kur.
Inshallah e marrë sa ashtu i bje me deke re. E ma mirë desën kom tua, mas mirë ti. Ja, valla pa e provu pak kroqen. Se ke pravu që kom pravu unë, se unë më kom që një më bëma paraci, i dek t'je përshku. E një morë që shtë me që t'fa kryllin, ma mirë me dek. Unë pas ka marrë mollë me pa dikën kështu me kroqe. Unë e kroqe i thëmë. Valla je ka tutë që po ta marrë krejt. Se veç me prik, po. Po, kom po. Unë po thama ke po qësina herë. Qështu me qitë sistem, jo, qështu mësë me të largu dora. Po te. Edhe po më shkaj ka. Ja, qëkan veç e sholla kur se morën të gërë. Jo kështu, Shatë të unin, janë ko 4 uta. Lët njerëz. njerëz. E tash ka kanë bet njerëzit, a kanë dalë në shtetet e jashtme, apo lip janë në qytetet të Kosovës? Kanë met me smije me gro, mrena më shil. Tash unë e kam qef të ky me shku ose të aj, se shkojmë një farë kofën, se t'jen alë në nënë të pim ka i kofën, bojmë mua bet. Me qurë shpe zgëzaj, asaj zgëzën. Masi jem unë e këtë si ndërmjetësuse, mu i mjë qute një një tjetëri kështë. Nështë si të inëzë. Po me ko me najti që ato, po ko qka ish? Shka po njone? Shka e prune, nuk ko, ka hup kapaciteti dashnijës zboshku. Se aja ko interesant. Se qëre, që tash, unë formu shtem pa thamë, që tash i boj hinë për 70. Kur, ushim, dhejshje, pore, ma shumë, s'kum posë, ju, une. Po gjë. Po, a je i knash as një pikë. Se, Ka lezet dyqysh. kur qënë, del, s'let kërkush, s'ki me kom me full. Ti gjithë me buk ngujës në rrenë. Edhe fshatrat jenë braktisë shumë, a me ndënë që një ditë kanë me u këthy, ata që e kanë lënë fshatin. Po qëre, për fshote që, pa, për cekti këti punë, unë e kom punu unë janë 20 diçka vjetë të dheveni, e marrë dhe kënë një unin atje. Edhe atje, se në gjdo shtetë, në gjdo vend, është një aferë, iki njerëzit. Po, këthehen, që tash, shamëlli kam të shokë atje, thamë, ku jeme banes, mitë disë qendrës, në banesën 4x4 jam të banu. Atëherë me banu, nasë si jena konsi të hujtë, s'ka po shansë në sheher. Por që edhe gjëna me lëmë këtë farë fshati që sa i bukur, që farë natyre ka, në pranë verë, sa bukur duket. O, këtu me një rrugë të vogël, mund me të gjallë. Këtu ki këllos baktive, ki toka në bëbërëqetin toka. E këto ka shpjellore. Pjellur është gjitha senët i bon, nëse e mjellë, por nëse jem të e mjellë, aty vën pa bon. I falenderoj Treshën, e orë Treshja përsheshja. Shumë njerëz të mirë dhe na i dhanë ca informacione dhe bënë një muhabet lezetshëm. Kështu, na po shkeputemi për pak qaste e po vazhdojmë në pjesën tjetër, sa i përket Krojmirit. Edhe një tjetër pamje e bukur i fshatit Krojmir. Prapa i kam lënë shtëpitë e bukura, njerëzit e mirë, duke i falendëruar përzemërsisht për pritjen e mirë që më kanë bërë sot. Një fshat kaq i bukur, gjithçka në rregull, jemi kënaqur pafund. Këtu ndodh me ju falendëruar dhe ju miq të mi të dashur. Faleminderit që qëndroni besnik çdo herë ndaj neve. Ne takohemi në një fshat tjetër të bukur, sikurse Krojmiri. Deri atëherë, mirëmbëjtje.